Pothuajse gjysma e të rinjve në shkollat e mesme në Shkodër janë konsumatorë të duhanit, ndërsa ky fenomen sipas psikologëve është përhapur edhe tek shkollat nëntëvjeçare ndjeshëm. Në një aktivitet ndërgjegjësues të organizuar në shkollën e mesme 20 nëntori në Shkodër, në ditën botërore pa duhan, psikologu Fatjon Taibi tha se mbi 40% e nxënësve janë duhanpirës në bazë të statistikave. Një mesazh dha dhe drejtori rajonal i operatorit kujdesit shëndetësor në Shkodër, Visar Jetina. Duhani rrugët drejt së keqes është më shumë se sa një paralajmërim. Është një thirrje që ne i bëjmë rinisë për me zgjedhë një jetë shëndetshme. I bëjmë thirrje të jetojnë të lirë nga varësitë të cilat dëmtojnë jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Duhanpirja tek gjimnazistët, por faktikisht është një problem që ka filluar edhe tek nxënësit në shkollat nëntëvjeçare, është një problem shumë shqetësues për faktin sepse nuk janë të vetëdijshëm për dëmet që shkakton duhani. Në një studim që kena bërë ne më herët me gjimnazin, kena rreth 30-40% të nxënësve që shprehen që një shok i jemi ose shumica e shokëve të mi janë përdorus të duhanit dhe cigares. Patjetër që është shumë e lartë sepse i takon gjysma e komplet të rive dhe gjimnazistëve që përdorin cigaren. Një problem që po përhapet gjithnjë tek njerit është përdorimi i cigareve elektronike nga ana e tyre. Së fundmi një problematikë shumë e madhe e shoqërisë tonë është përdorimi në masë i cigareve elektronike. Kjo është një formë e re e cila zakonisht vjen në mitin që është në mitin e gabuar që nuk janë të dëmshme, por në fakt janë shumë më të dëmshme realisht edhe se vetë duhani. Vetë nxënësit tregojnë se konsumimi i duhanit në radhët e tyre është gjithnjë me problem. Mesazhi im që do të ishte për pjesën e duhanit është që është një problem shumë shqetësues në këtë ditë të sotme dhe shumë të rinj konsumojnë duhanin shumë më fëmijë. Pjesa jame që do të thoja ishte që stop duhanit dhe asnjëherë mos ta pini sepse është shumë i dëmshëm për trupin. Ky aktivitet që është bërë sot është bërë për me ndërgjegjësu jo vetëm duhanpirësit që e bëjnë pra dëmin, jo vetëm vetë tyne, por edhe për sa i përket duhanpirjes pasive, që do të thotë dëmi që i bëjnë edhe të tjerëve rreth tyre. 31 maj njihet si dita botërore pa duhan me qëllim për të rritur sensibilizimin për rreziqet që sjell përdorimi i tij, si dhe marrjen e masave për të ulur duhanpirjen. Në botë janë afro 8 milion persona që humbin jetën çdo vit nga duhanpirja, ndërsa në Shqipëri kjo shifër llogaritet afro 5.000 persona në vit që vdesin si shkak i duhanit.